Konsumoni hithra çdo ditë në pranverë dhe do befasoheni me atë që ndodh trurit dhe zemrës suaj. Hithrat rekomandohen për trajtimin e disa problemeve dhe janë një nga bimët natyrale medicinale më të zakonshme. Hithrat që rriten nisin të lulëzojnë nga stina e pranverës deri në vjesht dhe janë shumë të dobishme për shëndetin e përgjithshëm. Po ashtu nëse nuk e keni ditur, hithra përdoret edhe për të masazhuar kundër dhimbjeve reumatike, gjë që mund të nxjisë përfitimet më të mira. Hithra ndihmon metabolizmin dhe nxit sekretimin e lëngjeve të tretjes. Hithra ndihmon edhe në sistemin e infeksioneve të traktit urinar, pastron gjakun, trupin nga toksinat, ndihmon kundër sëmundjeve të veshkave, inflamacioneve të fshikësisë, të tëmthit, ulçerave të stomakut, përmirëson punën e zemrës dhe sistemin tuaj të komunikimit të qelizor, duke rritur kështu edhe një mbrojtje më të mirë të kujtesës. Përfshirja e tyre në gatime në formën e çajit ose edhe në gatime të ndryshme mund t'i ofrojë të gjitha këto vlera. Vetëm nëse janë alergjik, mos i konsumoni.